Kjo vitin e parë kemi investu 250.000 euro. Vitin e tretë na u bo shkrum. U kalla? Po, u kall e u dosh me investu apet. 700 metra normal. Jem linë Tërsten, jem rritë në Gilant. Gurin e zi e kina hapë në vitin 2021. Ashtë kaleja e gurit zi është atje. E ujtë është pi kales ujtë gurit zi. Jënë sot me mbjemën Tërstena, jënë pi aty, do me thonë. Pi kalojës? Po, pi kalojës. Territor largë, me rrymi kemë mas shumë të. Rrymi ashtë e do të shumë, do me thonë nuk kanë investu këtë si kur gjeshtë. Po, burim mbi doksorë. E asë më të paleta ujtë vogël, 10 jënë konë 2 letrësh, 10 jënë konë 1.5, edhe jënë konë dikur 1.000 bidon. Shqitje ka mirë. Kena investu dikun 60.000 euro dishka në maqina. Që kjo i dënë 4 punëtor. 4 punëtor. Kjo i dënë 2, do me thonë bidonave i dënë 2. Për shëndetje për krejt, sot jena në fshatin Tërsten, të Kamenicës, edhe këna orë të Hysen Ibrahimi. Hysen që shje? Mirë, fende. Me shnet? Mirë, po shko. Rrugën, të javë shtru, shajen halët. Po mirë, kanë vazhdu, do me thonë kanë vazhdu, pe vitit që shkoj, e si vjetë kanë fillu ma mirë. Ma mirë. Po. Deri goti në Tërsten, ke? Po. Me plan është tërthi në Tërsten, do me thonë këto tërthi të kujni këthy ka onë, po tashti do shembje që jenë konë ati poshtë, kanë borit të ndërdim për projektin ndryshe. Hajde hecëm të poshtë. Ti je lind, je rritë këtu? Jem lind në Tërsten, jem rritë në Gilant. Sa vjetë je largu për Tërstenës? 6. 6 vjetë? Po. S'pe ma ishen me më fort, a? Po i na dalë shumë. Shumë. Po, edhe toni... Për ndryshe Tërstena është në kufi me Sërbinë, që tu 200-300 metra, a? Po, pi këtu i ti ki qëtu, pika me ofert është 400 metra, do me thonë. Pi qëtu? Pi qëtu është qëtu drejtimi 400 metra, tani shkon edhe këthet të naton edhe kufizot me... Me rrugë? Po, me rrugë, edhe me rrugë i ki 400 metra. A del edhe me rrugë në Po, tonë? del. Që ki rruga që shtu? Që ki rruga që shkon, del. Apo silën e që ata? Ma herët, jënë konë gjandarmeria e hopshin rrugën edhe ka pos raste që ka nërë të e këtu. Po. Që ka orë, për shemull, policia, zakonisht kur ka mjegull apo diçka që vinë 3 ata, nuk e din ku është tereni, ka pos raste që ka nërë. Po jo... Apo ka përcejnë heq njerëzit, apo dalin ata në të ujtë? Kjo pikës kontrollohet fort? Nuk kontrollohet, por nuk ka ku me ditë sa kontraband. Nuk ka kontraband? Nej mjetë Tiranë, nej diçka se jo është. Për ndryshe Hyseni e ka qelë një fabrik të ujit, Po. Guri Zi. Po. Apo na kallëzon pak Hysen për Gurin e Zi? Gurin e Zi e kina hapë në vitin 2021. 2021. Pse Guri Zi? Është kaleja e Gurit Zi është atje. Kalaja e Gurit Zi. E ujtë është pi kales ujtë Gurit Zi. A ka kala atje? Po, u konë kaleja, do me thonë e tërgjve. Edhe krejt banorët e fshatit që jënë konë, që jënë sot me mbjemën Tërstena, jënë pi aty, do me thonë. Pi kalajës? Po, pi kalajës. Këtu nuk ka pas banorë. Po, këtu, do me thonë, në vitin 1912 kanë ardhë. Tjertë. Kanë ardhë? Po, që jënë sot. Okej, do me thonë, kush ka banu në kala? Po, jënë konë mrena borrit kalas. A është hiq e madha, do këtë shumë? E madhe është, tashti pak ka se mali e ka shemë shumë. Po, kanë me veç në i rënoja? Kanë me rënojat edhe kush është i këtu i që edin. E këta banorët e këtu i tash që kanë ardhë, 1912 pikajt kanë ardhë? Po ka që kanë ardhë, është Tërstena e Sërbisë në këtonë, është pjesa në dome. A jënë dome, a një katon? është një katon tjetër. Thirë Tërstena jo, që është në do, do me thonë, atëherë për gjithë. E ka do kufini, po kështu është një, do me thonë. Kështu është një, po. Tani ka post këtu tardhën, do me thonë, që jënë Shkodresht, Kurtaland, jënë shumë fise. Pe i kajt, pe i nishit, a? Nishet e teknina, Pe nishet e teknina. Hajde ta këshyrimi Gurin e Zi, ujin e Zi, thash. Guri Zi, po. Apo ki probleme, Hysen, këtu? Probleme... Territor largë me rryme? Territor largë me rrymi kemë mas shumë të problem. Me rrymë keni, pse problem me rrymë? Rryme ashtë të dopt shumë, do me thonë nuk kanë investu këtë si kur gjeshtë. Po më rëndësi ka diçka? Po, ka, pun ka... Sa ka kapacitet me qu rryma këtu? Një shpi normal ma shumë? Jo, na dohën, normal, për me lëshu këtë fabrikën, na dohën dikun 40 kW. Rrymë. E këto dhejnë sa vjen? Po, këtu zvjen as 80 volt. Këtu se qënë, po, me agregat punojmë. Me agregat? Që kjo është
Uji Guri Zi. Po. Ka të erdhë ideja Hysen Mjanisti në 2021-ën? Me investu, me ardhë kanë në kodën, malësi, me rëziku, me... Drejtën me thonë, 2020-ën i hapshin do bunore në për Afrikë. Edhe unë jëmë konë një donator që e këmë dhonë një pjesë për shembull për një bunor atje në Afrikë, edhe së di më lindi ideja, e kem pas një hall 112 vjetë ka jetu. 112-13. Edhe aja ka lind atje të Guri Zi edhe tregoj ke për Atje ka lind, a? Atje ka lind, po. Tani këto është ujë burimor, do me thonë, është shumë i lehtë për me pi. Edhe... Tu e një ato të kallëzua? Tu e një të kallëzua, jo, ma vonë tani ka dek. Edhe dullëm, tani me këshyra ka ujë, po fati që ka atje shumë, edhe fillum. A ona i burem aty? Po, burem mbi doksorë. Normal jenë këroj. Këroj. Na i kina gjetë krojt e zidum që jenë zidu ma herët. Apo den, jo që i kina bona, i kina gjetë kroj, do me thonë me gorë që është. Të në herit, po, që është kalojës. Po, të kalojës. Po. A kina i video? Vallaj veç me një telefon tjetër. Ani, dushme na i qu tani na e qesëm. Okej, a mujna me provu pak, ku mujna me pi dikën direkt pi qeshmës, se po të uj leta këshyme? Hajde. Aja ka vlet me ardhë? Në alë ta marrë një shishe që atje. Hajde. Hyseni, pa shkëna me vetë sa i ka shti, sa ka investu, pi gilanit, me ardhë ka... Sa pi bëni tash? Ja, tash t'i bojmë 40 minuta, 45. 45? 50 kilometra i ka pi këtuj. Për në Gilan, Po. sa në Prishtinë, a? Po, sa në Prishtinë. Hajde. Që kjo direkt vjen pi kalojës, a? Po, që kjo vjen pi kalojës. Bili bashkë që kjo vjen edhe se vinë 3 ceva qështu, në vesh pak se ju logë. Që sa ka, që për shemë vesh Sa një ka gyp. shtypi, a? Vesh një gyp piqitina sa ka. Që. Vesh njone, a 3 vinë. 3 vinë. 3 vinë, po. Që. Nale mës ta bojna. Hajde ta provojna ujin. Sa i ka kaloja pi këtuit? 7 kilometra gjysë. O, larko. A në Kosova në tonë? Ja, në Kosovë është. është 7.700 metra normal. I mirë po do këtë. I mirë është, shka është i mirë është. Sa është kapaciteti i prodhimit që e keni gjatë mujit? Gjatë mujit prodhojmë bege si shumë, po foli për shembull ditën, me konë rryme e mirë, apedin. Me konë rryme e mirë edhe kur ka funksionu edhe kjo, se konë rryma pak me herët me e mirë, po. Kur ka funksionu kjo, jënë konë dikon 15 paleta ujtë vogël, 10 jënë konë 2 letrësh, 10 jënë konë 1.5, edhe jënë konë dikon 1.000 bidona. Në mujt? Jënë ditë. Në ditë? Në ditë, po. Okej, 1.000 bidona... 1.000 bidona, 10 paleta kanë qenë, për shembull, ditore 0.50, sukur kjo. Sa i ka një palet? 24, a? Jo, i ka 105. 105? 105 herë 12. Okej, do me thonë 1.300 shishe. Po, vogla. I ka një palet. Po, edhe qashtu i ka edhe, do me thonë, prafërsisht edhe 2 litë edhe 1.5. Me gjithë ato i kënë ka 6, po njëjtë, 10 paleta ka ndolla si, 10 asë. Që shpëshkon, apo shqitet mirë? Shqitje ka mirë. Shqitje ka mirë. Po te tashtë kem pos pak vështërsi për shkak të rrugës, edhe dyta, do me thonë që ju konë. Tash rrugave mirë të shku. Po mirë, edhe që të na i letësum pak që e rravë shumë, do me thonë, se në u ka do çdo vjetë 2.000 euro me dhonë zhavër me shtru qitë pjesën qëtu. Edhe qështu. Perfekt. Ti po shet Gilan, Kamenicë, Prishtinë, po. Apo shitet mrena gjdo ditë? Shitet. Gjdo ditë qonë, dhe më thonë? Gjdo ditë qonë. Për momentin, sa jetë të qu? Dikun i qojmë, dikun 600 bidona në ditjet. 600 bidona në ditë e komplet shkoj. Po. Ka nisë mu blej, dhe më thonë. Unë e kalzova për ertë pare, po, që rasisht, Gurin e Zi, se kë shisha me prodhu ma shumë. Po shishe me prodhu, po rrymë do të me pasë. Rrymë do të me pasë. Rrymë do të me pasë. Kadria mirë të punu, kadria do të me pru edhe rrymën, ka? Mirë konë, po. Apo nga kalzën, Hysen, sa ke investu dhe i tash këtu? Thash që 42.000 euro, diçka më ka kushtu me gryë dhe gypat që i kanë orë tërthi të bazeni. Po. Tani, shka u qitë e kjo, vitin e parë kemi investu 250.000 euro. Vitin e parë, po.
do me thonë. Në vitin e dytë, edhe, do me thonë, kena investu dikun 60.000 euro dishka në maqina. Vitin e tretë na u bo shkrum. U kalla. Po, u kall e u dosh me investu apet. Shumat e njëjta. Shumat e njëjta. Bile ma shumë. Do më thonë, një 600.000 euro të 600.000 euro, po. A ja ka vlejt, a pja vlen? Po mendojmë, apëtë që po shpresojmë, me konë rryma ja vlen. A e keni nëzirë investimin dhe i tash? Jo. Halo jo. Jo. Më konë rryma... Bonhot mirë, apëtë. Me kënë jetë, je vetë këtu? Vetë. Me dikon? Ja, vetë. Bravo të kofë. Me kënë po punoni këto? Këto punojnë edhe vetë makinerit, po... Punojnë që kjo i dënë 4 punëtor. 4 punëtor. Kjo i dënë 2, do me thonë, i bidonave i dënë 2. A që kjo i dënë 4, te i në 6, do me thonë. Po kjo për momentin nuk është të funksionu, për shkak të rrymës, për linja kryesore, po jemi apet punëtor të jemi, se jemi edhe me një firmë tjetër, e kemi edhe në Gilan, edhe një firmë tjetër, një biznes tjetër. Edhe 2 në fakt, se edhe po do të me jadolë, është shumë e. Bravo. Ta është masi kadal, besojmë që për një vjetë në ashta më nëshë me mëri në prodhem optimal. Po besoj nëse pak investojnë edhe pi komunës, do të shumë pak pi tyne për shembull me investu, që me na nxjerr për krize kështu. Ta është ti këtu... Që me edhe na me animu, po, dojnë. Këtu e ke bu edhe me nejt, edhe me pushu, edhe me shëtit, edhe me mjell dishka, edhe hajde shohmi pak o burrin. Po. Hajde ta këshyrëmi me shka po mirë është këtu, se gjithë ditën së që punanti. Jo, vikender dalë i kam do bleta qëtu. Po, më falë, po. Bletat apo bojnë? Po, mirë. Kemi do këtu, i kemi pak manal qëtu, mirë, bojnë. A ki tokë heq këtu? Kemi dikun 10 hektar. 10 hektar. Po. A ta ka morë menja kur je konë të rritës sene që kam i ordëreni ti apet në malësi mu këthynë tërstenë me boj jetën? Jo, drejtën me thonë, pe kur jemi atje do me thonë na shkollu edhe na konë komodot. Deri që jarë momenti me fillu këtu. S'ta ka morë menja? S'na i ka morë menja. Fëmija apo ju vijet? Po, ju vijet. Jo, vijet. Perfekt. Boshen? Boshen pak, po. Po, mjellën pak. Sa me hongër ka pak për veti, Kur kem ku të lira, bëdojmë pak për veti, po. Shumë. Me kam për ki punëtor këtu? Po, kem punëtor. Po, ata udhtojnë çdo ditë, a? Po, udhtojnë çdo ditë, se nuk ka banor këtu që punojnë, bëdojmë. Nuk ka banor? Nuk ka banor. Asnjë banor nuk është? Pak shka janë që edhe ata udhtojnë çdo ditë këtu. A më banor rezident tërse nuk ka, a? Një 2 shtëpi, me thonë. 2 shtëpi. Edhe me qatë rrugën lëm kërsh ashtu ka nejt këtu, a? Po. Ka pas të i frikë shumë. Po, a? Te para 10 vjetë, jënë konë, me thonë, dikon 20 shtëpi. 20 shtëpi? Po. Sidomos ky vendimi që mi largu fëmin për shkolla, mi mshel shkollat, a i ka ndikuar, dhe me thonë që 10 shtëpi për menherë jenë ardhë. Jenë largë? Po, jënë konë 2 vllaznija mi që foli bashkë drejta, që menherë të poshtë kanë ardhë. Menherë? Po. S'ka nejt? Ja. S'ke mujti se me bajt fëmin. Këtu kanë herë bjenë borë qash shumë që nuk mund ti me dale, le mo ti me bajt me dishka fëmin me largu. Dhe i ku desh me që fëmin se kam i s'ka ardhë i kanë ardhë? Po s'ka ardhë këta i bajshin me një farë kere, me një farë kur gjë heqë. A përdin. Qaj u konë kryesorja, u konë vendimi kryesor që i ka largu këtë banor për këtu. Ta është, a ka në një? Ja. Ta është veç vikenda, va? Veç vikenda. Veç hajde pini uj, që ju mërë malë për tërsten gurin e zi e gjenin a për markete, edhe e hekni malin. Na i sënd falenderojmë shumë. Po. Shpresojmë që kime posë shumë sukses. Inshallah jemi shnosh edhe besoj që... Inshallah hecë puna sa ma mirë, vjen rryma, një shpije marën që të edhe Gilani këtu, qau vela. Jem të bo një farë projektin ashtë do villa minëri qëtë. Ka dal. Pa rrugën problem edhe pa rrugën. Po, ta shti masi u bo rruga se jo pa... Falenderit shumë. shumë. E kur të bojmë villat në ati, rëvim... Kemi me ju thirë. Masi ku ke moj janës tonë qëshja. Falenderit shumë. Mirë po shumë, falenderit.